Të dashur miq, ashtu siç na thret Jezusi, ju jeni miqtë e mi. Tashmë jemi pranë Pashkëve, festa më sublime, më e shenjtë, e më domethënë se gjithë festat krishtere. E kjo festë paraprihet në kremtimin e madh i të njëjtës së shenjtë ku Jezusi lan këmbët apostujve e ku na fton dhe neve të bëjmë kështu për njëri tjetrin, sepse është vepra e dashurisë që mund krejt ligështinë e kësaj bote. Ligështinë që e shohim sunduese veçanërisht në një periudhë shumë të trazuar, lufte, konflikti, ku sprovën më të madhe më pas e vuajnë ata që janë më të varfër, më të brisht, ata që ekonomikisht janë më të mënjanuar. E shohim në kontekstin e sotëm, jo vetëm në vendin tonë, por të tërë shoqërinë, në tërë realitetin social edhe të kësaj bote. Atëherë kemi akoma më shumë arsye të mblidhemi së bashku në këtë javë të madhe të premten e shenjtë, ku jetojmë vuajtjet e mundimet e Zotit tonë Jezu Krishtit, e kështu përjetojmë vdekjen e tij, vdiq për ne që ne të ringjalleshim. Për këtë arsye të premten e madhe me 3 prill, në orën 20:30, në sheshin Nën Tereza, ky vend tashmë i bërë vend i traditës për neve të takimit me Jezusin që ofron jetën e tij me gjithë popullin, me gjithë besimtarët, ju ftoj të mblidhemi së bashku. Si Papa do mblidhet në Kolose me shumë besimtarë, e shumë vëllezër e motra të tjerë do mblidhen anë mban botës, të përjetojmë misterin e vujtjes së Zotit, sepse krenar për kryqin që ka mundur vdekjen, ka mundur mëkatin. E kështu së bashku, të shënuar nga kryqi, jemi të shënuar me qelsin e jetës për të përjetuar dhe Pashkët. Ju ftoj të gjithëve atëherë me kurajo, të ftojmë dhe miq të tjerë, vëllezër e motra, të marrin pjesë në mundimet e Jezusit në këtë udhë kryqi. Zoti ju bekoft dhe kreshme të mbara.